Kundërshtimi i tretë. Thonë disa se shkrimi i shenjtë dhe shenjtorët tanë nuk caktojnë as gjikundi data dhe numra, por dhe as që merren me to. Si guxojnë, disa e thonë se shkrimi i shenjtë nuk shkruan data, kohë, vite dhe numra, dhe si e tillë edhe shenjtorët tanë nuk merren me këto, as me data e me numra, dhe se të gjitha këto nuk kanë asnjë lidhje me besimin ton. Ju përgjigjemi. Vërtet, dinë se ç'thon të gjitha ata dhe bëjnë këto gabime, qoftë nga padia ose i thonë me vetëdije dhe shtrembërojnë të vërtetën për qëllime të ndryshme, gjë që është shumë më keq? Cila nga këto të dyja është? Nëse ndodh kjo e dyta, i bëjnë keq kokës së tyre. Ndërsa sa për të parën, do t'i pyesja: e kanë hapur ndonjëherë shkrimin e shenjtë dhe shkrimet e etërve të shenjtë, dhe i kanë studiuar apo thjesht i kanë shfletuar? Por para se të fillojmë të përmendim dëshmitë e pafundme dhe për të shmangur çdo keq kuptim, do doja të sqaroj se të gjitha këto që themi lidhur me numrat nuk kanë asnjë lidhje me numerologjinë dhe astrologjinë, apo edhe të tjera të ngjashme me to. Dhe as që besojmë sigurisht në asnjë rast se numrat dhe yjet apo çdo gjë tjetër e pajet, krijimet e Perëndis, mund të përcaktojnë fatin ton, të ndikojnë, të na thonë çfarë të bëjmë, të na drejtojnë, të na shpëtojnë, apo çdo gjë tjetër, siç fatkeqësisht besojnë sot shumica e njerëzve, të cilët kanë humbur orientimin e tyre, sepse u larguan nga Perëndia dhe prandaj merren dhe vrapojnë çdo ditë në mediume të ndryshme, magjistar, tek shikuesit e filxhanëve, astrolog dhe të tjera si këto. Të gjitha këto janë hedhur poshtë edhe nga shenjtorët tanë dhe kisha jon ortodokse. Tjetër është kjo dhe tjetër hulumtimi ynë në tekste të shkrimit të shenjtë, të cilat përfshin referime, ngjarje dhe histori në lidhje me numra të ndryshëm, data dhe kohë, të cilat u vendosën aty nga Perëndia ynë, jo rastësisht, sepse asgjë nuk është vënë rastësisht në fjalën shpëtimtare të Perëndis dhe as për ndonjë arsye tjetër, por që të na ndihmojnë të kuptojmë disa të vërteta shpëtimtare të besimit ton dhe disa ngjarje të rëndësishme dhe gjëra rreth Perëndis ton, rreth njeriut dhe gjithë krijimit të tij. Gjithashtu, të mos harrojmë se pothuajse të gjitha në shkrimin e shenjtë janë tipe, prototipe, simbole dhe hije të së vërtetës. Dhjata e vjetër e dhjatës së re dhe dhjata e re e jetës së përjetshme. Shën Joan Gojarti thotë: do të tregoj se ka lidhje të madhe dhjata e vjetër me dhjatën e re, dhe se ato janë tipe të saj dhe hije të së ardhmes. Aty brenda dhe pas tyre fshihen kuptime të mëdha, të mrekullueshme, tronditse dhe të pabesueshme, gjëra që kurrë nuk mund të imagjinojë dikush nëse nuk tregon kujdes të veçantë me lutje e përulësi përmbi to, nëse nuk do t'u japin rëndësinë e duhur dhe nëse nuk do të na i kishin identifikuar më parë shenjtorët tanë. Prandaj, të dashur vëllezër, nëse hedhim një vështrim të kujdesshëm rreth nesh, do të shohim se pothuajse të gjitha në botë dhe në jetën tonë janë numra, kanë lidhje me numrat dhe drejtohen nga numrat. Dhe natyrisht që kjo nuk është as pak rastësi, pasi bota dhe çdo gjë që është në të është krijimi i Perëndis dhe se ai vendosi ligjet fizike, astronomin, aritmetikën, gjeometrinë dhe përgjithsisht të gjitha ligjet dhe përsosmërinë e universit. Thot për shembull Shën Joan Damaskinoi lidhur me numrin 6 dhe krijimin e Perëndis. Perëndia krijoi botën për 6 ditë dhe jo për 3, 5 apo 8, sepse numri 6 është numër i përsosur. Të njëjtën gjë na thot edhe Shën Avgustini. Përse vallë Perëndia e krijoi botën për 6 ditë dhe jo për 1 ditë apo 1 çast? Mos vallë e kishte të pamundur Perëndia i plotfuqishëm të krijonte universin në 1 çast? Natyrisht që jo. Por përse për 6 ditë? Sepse numri 6 është numër i përsosur dhe simbolizon përsosmërinë. Dhe pasi bota ishte realisht e përsosur,
siç thot vetë Perëndia tek Zanafilla, kapitulli i parë, vargu 33, duhej të bëhej për 6 ditë që të zbuloj dhe të portretizoj me këtë përsosmërinë e universit. Por edhe mësuesi i madh i kishës, Josif Vrienio, shkruan lidhur me krijimin e Perëndisë dhe numrin 7. Por që të mos shkojmë më gjatë, ndalojmë këtu se ka lidhje me numrin 7, sepse të gjitha që ka krijuar Perëndia në këtë botë, akoma dhe kohëzgjatja e kësaj bote, përbëhen nga 7 pjesë, ose ndahen në 7 pjesë, ose mbarojnë në 7. I gjithë shkrimi i shenjtë është i mbushur me numra, data, kohë, të cilat na ndihmojnë dhe na drejtojnë që të njohim dhe kuptojmë më mirë Perëndin dhe të zbulojmë të vërtetën në shumë çështje që kanë të bëjnë me shpëtimin tonë. Dhe nëse të gjithë këta që kundërshtojnë do kishin sadopak të drejtë, atëherë përse Perëndia lejoi të ishin të gjitha këto data dhe numra në shkrimin e shenjtë? Ashtu pa qëllim dhe rastësisht? Apo që të na ngatërroj, apo të luaj me ne? Natyrisht që asgjë nga këto. Është blasfemi edhe ta mendoj dikush. Por edhe përse të gjithë shintorët tanë merren, kërkojnë dhe hulumtojnë të gjithë këta numra dhe data, nëse nuk do duhej dhe nëse ndalohej? Janë kaq të shumta referencat e shkrimit të shenjtë dhe shintorëve tanë për të gjitha këto që po themi, sa është për t'u habitur se si ka njerëz që mbështesin të kundërtën. Por le të sjellim disa shembuj nga shkrimi i shenjtë, nga të panumurtat që janë aty, që të shikoni pa dijen, mashtrimin, gënjeshtrën, propagandën dhe shtrembërimin e së vërtetës të gjithë këtyre njerëzve klerik e laik. Numrat në dhjetën e vjetër. Përse Perëndia caktoi në dhjetën e vjetër që të festohen 3 festat e mëdha të judejve në data konkrete? Festa e Pashkës, Pesah për ta, çdo vit që zgjaste 7 ditë në muajin mars me prill, tek Eksodi ose Dalja, kapitulli 12, vargu 1 deri 19. Festa e Çadrave, Sukot, çdo vit që zgjaste 7 ditë në muajin shtator me tetor, tek Ligji i Përtërir, kapitulli 16, vargu 13 deri 15. Festa e Rëshajave ose Pendikostia, Savuot për ta, që festohej çdo vit 50 ditë pas Pashke, që bie sipas muajve tan maj me qershor, tek Ligji i Përtërir, kapitulli 16, vargu 9 deri 11. Përse ka në shkrimin e shenjtë një libër të tërë që quhet Numrat, ku Perëndia urdhëron Mojsiun të bëjë regjistrimin dhe të shkruaj me hollësi të gjithë popullin izraelit, tek Numrat, kapitulli i parë, vargu 1 deri 34. Përse Perëndia urdhëroi Mojsiun të ndërtojë arkën e beslidhjes me përmasa konkrete dhe jo në mënyrë të rastësishme, tek Dalja, kapitulli 25, vargu 9 deri 11. Përse Perëndia urdhëroi izraelitët të bëjnë një shandan me 7 kandil dhe jo me 3, 5, 8 e të tjerë, tek Dalja, kapitulli 25, vargu 31 deri 40. Përse Perëndia e ndëshkoi Kainin 7 herë dhe Lamekun 77 herë, tek Zanafilla, kapitulli 4, vargu 24. Përse Perëndia urdhëroi Isuin e Naviut të kalojë 7 herë rreth mureve të Jerihos dhe pastaj të bjerë borive 7 herë për të rrëzuar muret e qytetit, tek Isui i Naviut, kapitulli 6, vargu 4. Përse Perëndia urdhëroi Noen të ndërtojë një ark me përmasa konkrete që të ruhet nga përmbytja dhe përse shpëtuan vetëm 8 veta, tek Zanafilla, kapitulli 6, vargu 15 deri 16. Përse Perëndia urdhëroi që çdo 7 vjet të lirojnë të gjithë skllevrit e tyre, tek Ligji i Ripërtërir, kapitulli 15, vargu 12. Përse Perëndia urdhëroi që çdo 50 vjet të festojë viti jubilar, tek Levitiku, kapitulli 25, vargu 10. Përse ishin 12 fiset e Izraelit? Përse Perëndia krijoi botën për 6 ditë, e shumë të tjera? Numrat në dhjetën e re. Përse Perëndia caktoi data konkrete që të festojmë festat tona të mëdha? Festa e Pashkve çdo vit
të dielën e parë, pas ekuinoksit pranveror, pas hënës së plot dhe pas Pashkës së Izraelitëve, festa e ngjitjes në qiell të Zotit ton 40 ditë pas Pashke, festa e rrëshajave, Pendikostia, 50 ditë pas Pashkës. Përse kur lindi Jezu Krishti ishte brezi i 77 nga Adami, siç na e përmend ungjillori Luka në kapitullin 3? Përse nga Adami tek Davidi, nga Davidi deri te internimi në Babiloni dhe nga internimi në Babiloni e deri tek lindja e Krishtit ishin 14 breza, tek Mateu kapitulli parë vargu 17? Përse ishin 12 apostujt? Përse Perëndia shumëfishoi 5 bukë dhe 2 peshq, tek Mateu kapitulli 14 vargu 19? Përse enët prej guri tek dasma në Kan ishin 6, tek Johani kapitulli 2 vargu 6? Përse gruaja nga Samaria kishte 6 burra, tek Johani kapitulli 4 vargu 18? Përse Saducejt pyetën Krishtin në jetën tjetër e kujt nga të 7 do të jetë gruaja që kishte këta burra, tek Mateu kapitulli 22 vargu 28? Përse Krishti na përmend 2 njerëz që i kishin borxh dikujt, njëri 50 dinar dhe tjetri 500 dinar, tek Luka kapitulli 7 vargu 41? Përse kur urdhëroi Zoti ynë nxënësit e tij të hedhin rrjetat në detin e Tiberiadës, kapën 153 peshq të mëdhej, tek Johani kapitulli 21 vargu 11? Përse Krishti u shpërfytyrua në ditën e 8, tek Luka kapitulli 9 vargu 28? Përse tek zbulesa përmenden 7 kisha, 7 vula, 7 kupa, 7 engjëj, 7 bori, 7 plag, 7 mjerime? Përse të shpëtuarit tek zbulesa përmendet se janë 144.000, tek zbulesa kapitulli 7 vargu 4? Përse në zbules na përmendet edhe një sasi e madhe numrash dhe midis tyre të 1000 vitet që do të lidhet Satanai, 1000 vitet që do të mbretërojë Krishti, 1260 ditët, pra 3 vjet e gjysmë, që do të predikojnë 2 profetët, 3 vjet e gjysmë të Antikrishtit, numri 666, që është numri dhe emri i Antikrishtit dhe shumë të tjera. Dhe në fund, përse ungjillori Joan tek zbulesa e shenjtë jo vetëm që përmend numrat e mësipërm, por dhe na lejon të merremi me to, të bëjmë veprime matematikore me to dhe përgjithsisht të hulumtojmë numrat, sepse aty me sa duket fshihen shumë gjëra dhe shumë kuptime. Tek zbulesa kapitulli 13 vargu 18 dhe shumë e shumë të tjera të panumërta. Mos vallë të gjitha këto janë të fantazisë son, interpretimet tona? Natyrisht që jo. Pasi të gjithë shenjtorët tanë, jo vetëm që nuk u shmangën të merreshin me data dhe numra, jo vetëm që nuk ndaluan besimtarët të merren me këto, por përkundrazi, siç e shohim në shumë punë të tyre, dhe i hulumtuan dhe i studiuan dhe u përpoqën të gjejnë çfarë fshehet pas tyre. Dhe na zbulua në vazhdim çdo gjë të rëndësishme që ju zbuloi hiri i Perëndis. Numrat tek shkrimet e shenjtorëve tanë. Le të fillojmë me një tekst mahnitës të një prej shenjtorëve të ndriçuar të kishës son, Shën Maksim Rrëfyesi. Te ky tekst do të lexoj dikush interpretime të pabesueshme të tij, tek të cilat Shpirti i Shenjtë përmend midis të tjerave dhe një mori të madhe numrash që jo vetëm nuk do t'i hulumtonin, por nuk do të kushtonin fare rëndësi. Tek Ezdra 1, kapitulli 5, vargjet 41 deri 45. Dhe siç do ta shohim, Shën Maksimi jo vetëm që nuk i lë pa vënë re dhe as i përbuz, por i sheh me kujdes të madh, duke u kushtuar kohën e duhur që të na sqarojë dijen e madhe që fshihet pas tyre. Shën Maksim Rrëfyesi për numrat. 3000 nënkupton të përsosurën dhe të drejtën dhe fjalën e devotshme teologjike për Shën Trinin, tek e cila hymnizojmë dhe besojmë një Perëndi që është në 3 persona. 300 tregon fjalën për bamirësinë e Perëndis, jo vetëm sepse me shenjën e shkronjës T nënkupton fuqinë që vjen nga lart deri poshtë dhe përfshin skajet anësore
nga njëra anë në tjetrën, por edhe sepse nderohet me tipin e kryqit, tek i cili u zhvillua misteri i madh i dashamirësisë, sepse deklaron një sekret të mirësisë hyjnore, misterin e madh të mishërimit të Perëndisë, dhe në këtë tip, me emrin e tij që u mbërthye mbi të, domethënë tek tipi dhe emri i Isuit, duke mbështetur guximin e tij, patriarku i madh me 318 u hodh në sulm dhe fitoi mbi palët kundërshtare që deklarohen me mbretërit, sepse shpesh shkrimi i shenjtë e ka të zakonshme dhe me tipet që deklaron te gërmat të zbuloj qëllimin e tij tek ata që interesohen për të. Nëse dikush do të analizoj kuptimin e shkrimit të shenjtë edhe nga numrat, do të gjej se edhe me ato jepet mesazhi i bamirësisë së Perëndisë, duke shtuar pra dikush tek numri 200 edhe 100, do ketë numrin 300, që nënkupton natyrën dhe virtytin. Sepse thuhet shpesh se numri 200 nënkupton natyrën. Nëse shumëfishojmë 5 herë numrin 40 ose 4 herë numrin 50, do të kemi numrin 200. Numri 100 nënkupton virtytin e përsosur, sepse ka të 10 fishuar 10 urdhrat e shenjtë. Numri 60 nënkupton fuqinë e natyrës sonë. Nëse numri 6 nënkupton fuqinë e krijimit të natyrës sonë si të përsosur, prandaj dhe është shkruar se Perëndia e krijoi botën për 6 ditë, dhe numri 10 nënkupton përsosmërinë e virtytit të urdhërimeve, numri 60 nënkupton qartë fuqinë e natyrës sonë, që pranon fjalët hyjnore të urdhresave. Ç'mund të thot dikush për të gjitha këto zbulime që na thot me shumë qartësi Shën Maksimi? Por vetëm ky është marrë dhe ka interpretuar numrat? Natyrisht që jo, pothuajse të gjithë shenjtorët. Shën Vasili i Madh për numrat. Gjithmonë shkrimi i shenjtë e përcakton 7 numrin e mëkateve. Tek Mateu, kapitulli 18, vargu 21 deri 22, Petrua thot: Zot, nëse vëllai im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri 7 herë? Më pas vjen përgjigjja e Zotit: Unë nuk të them 7 herë, por deri 70 herë 7. Zoti nuk përmend numër tjetër, por numrin që del nga shumëfishimi i 7-ës. Izraelitët i lironin sklevrit çdo 7 vjet. Pas 7 javëve vjetore, do me thënë 7 herë 7, barazi 49 vjet, festonin vitin jubilar izraelitët. Këto janë figura të këtij shekulli, i cili kalon në cikle 7 ditore. Numri 7 pra përdoret për arsye të lidhjes që ka me këtë botë. Tek Zanafilla, kapitulli 4, vargu 24, thot: Në qoftë se për hakmarrjen e Kainit merret ndëshkim 7 herë, për mua do të merret 77. Është e drejtë të marr 490 ndëshkime, do me thënë 70 herë 7, barazi 490, nëse është i drejtë ndëshkimi i Perëndisë te Kaini. Disa kanë dalë në kuptimin e mposhtëm që nuk është i papajtueshëm me dogmën e kishës, se që nga Kaini e deri tek përmbytja kaluan 7 breza, dhe menjëherë u dha në të gjithë tokën ndëshkimi, sepse ishte përhapur shumë mëkati. Mëkati i Lamekut nuk kërkon përmbytje për të kuruar, sepse vjen ai, Zoti, për të hequr mëkatin. Tek Johani, kapitulli 1, vargu 29. Numëro pra që nga Adami deri në ardhjen e Zotit të gjithë brezat sipas gjenealogjisë së Lukës, dhe do të gjesh se Zoti lindi pas 77 brezave. Shën Johan Damastinoi për numrat. Perëndia e krijoi botën për 6 ditë dhe jo për 3, 5, 8 e të tjera, sepse numri 6 është numër i përsosur. Pasi po ta pjestojmë me numrat që pjestohet dhe në vazhdim mbledhim hersat që do dalin, do të kemi përsëri numrin 6, diçka që nuk ndodh me asnjë numër tjetër. Të gjithë numrat e tjerë do të na japin ose më pak ose më shumë nga vetja e tyre. Pra, po ta pjestojmë me veten e saj, na jep numrin 1. Po ta pjestojmë me 3, na jep numrin 2, dhe po ta pjestojmë me 2, na jep numrin 3.
Tani, po t'i mbledhim hersat, do të kemi përsëri numrin 6. Numri 8 simbolizon shekullin e ardhshëm, jetën e përjetshme që do të bëhet në ditën e 8 ose mijëvjeçarin e 8. Shën Grigori i Nisës për numrat. Sigurisht që nuk ju është i panjohur misteri i ditës së 8. Ky numër përfshihet tek ligji dhe ligjeron aq sa rrethprerjen tek burri, po aq dhe flijimin e pastrimit tek gruaja. Ne as ligjin e mohojmë dhe as në mënyrë të ulët nuk e pranojmë, duke ditur se në ditën e 8 bëhet rrethprerja e vërtet dhe se atëherë do të ndaloj rrjedha e ndyrë e gjërave dhe jeta e njeriut do të zhndërrohet në hynore. Dhe që të bëhet e ditur tek të gjithë se çfarë do të thotë kjo, do mundohem ta sqaroj me sa qartësi që të mundem. Koha e kësaj jete në fillim të krijimit u përfundua në një javë. Krijimi i qenieve filloi që nga dita e parë dhe përfundoi në ditën e 7. Dita e 7 u bë në fund të krijimit dhe mbylli brenda saj kohën që shtrihej paralelisht me krijimin e botës. Si qysh atëherë nuk u krijua ndonjë qiell i ri dhe as u shtua te krijimi i fillimit asnjë pjesë tjetër e botës, por qëndroi ashtu krijimi pa patur asnjë ndryshim, duke mbetur i pazvogëluar, po ashtu nuk u bë edhe tjetër kohë përtej asaj që mori pjesë në ndërtimin e botës, por kohëzgjatja e saj u kufizua në 7 ditë. Prandaj, kur numërojmë kohën sipas ditëve, duke filluar nga e para dhe përfunduar tek e 7-ta, kthehemi përsëri tek e para dhe gjithmonë me ciklin e javëve numërojmë gjithë periudhën e vitit. Kjo do të bëhet derisa të kalojnë këto gjëra të lëvizshme dhe të pushojë bota së rrjedhur si lum dhe të vinë pastaj të palëvizshmet, ku as ndryshimi, as prishja nuk i prek, sepse ai krijim qëndron gjithmonë i pandryshuar për shekujt e ardhshëm, krijimi ku kryhet rrethprerja e vërtet e natyrës njerëzore me largimin e jetës trupore dhe pastrimin e vërtet të ndotësit të vërtet. Shën Qirilli i Aleksandrisë për numrat. Cila vallë është rëndësia e përmasave të arkës së shpëtimit? Është zbulimi i saktë dhe i pastër i Shën Trinisë. Kjo paraqitet tek ne me numrat që përmenden. Mund ta shohë dikush qartë, mjafton të kujtoj këtë, se shkrimi i shenjtë i ka të zakonshme numrat. Me këtë nënkuptoj se java, duke filluar nga dita e parë, përfundon të shtunën në ditën e 7. Më pas përsëri numërohet nga dita e parë dhe përfundon përsëri ditën e 7. E njëjta gjë dhe po të shkojmë tek numri 10, fillojmë 10 nga fillimi dhe me të njëjtën mënyrë sintetizohet dhe numri më i përsosur nga të gjithë, domethënë numri 100 me 10 dhjetëshe. Në shkrimin e shenjtë është simbol i përsosmërisë çdo numër. Bëj kujdes për sosmërinë e Shën Trinisë me 300-shet, sepse kjo ishte gjatësia e arkës. Si një sy hynore e përsosur e të përsosurave, e përcakton shumë mirë gjerësia e arkës, që ishte 50 piqes. Pasi tek 7 shtatshet, shtohet edhe 1, sepse është 1 natyra hynore. Por edhe lartësia nuk përcakton diçka tjetër përveç kësaj rëndësie, sepse arrin në 3 dhjetëshe dhe përfundon përsëri në 1, që është mbi të gjithë dhe më i larti, sepse thot lartësia e saj të jetë 30 piqes dhe ta përfundosh në 1 piqi. Piqi është njësi madhëse. Këto pra thonë për numrat e tritan të ndriçuar dhe sigurisht, siç e kemi thënë edhe më përpara, ka një mori referimesh në data konkrete të shkrimit të shenjtë dhe të shenjtorëve tan, ku përcaktojnë se kur do të ndodhin ngjarje të ndryshme të rëndësishme dhe midis tyre dhe ardhja e dytë e Zotit ton. Le të kujtojmë disa. Profecia për kohën e lindjes së Zotit ton Jezu Krisht, tek Danieli, kapitulli 9, vargu 24 deri 27. Profecia për kohën e ardhjes së dytë të Jezu Krishtit, tek Danieli, kapitulli 12, vargu 7 deri 13. Profecia se sa kohë do të qëndronin izraelitët skllëvër në Egjipt,
tek Zanafilla, kapitulli 15, vargu 13. Profecia se sa do të qëndronin robër judejt në Babiloni, tek Jeremia, kapitulli 25, vargu 8 deri 12. Profecit se sa shekuj do të jetojë njerëzimi. Profecit e Shën Kozmait, Shën Nifonit, Nila Gjoritit, Joan Damaskinojit dhe të tjerë shenjtorëve tanë se fundi i botës do të bëhet në mijëvjeçarin e 17-8. Profecia e Shën Nifonit dhe Nil Mirovlitit se fundi i botës do të bëhet në mes të mijëvjeçarit të 8. Referimi i Nikodhim Agjoritit, Grigor Theologut dhe të tjerë shenjtorë se ardhja e dytë do të bëhet ditën e diel dhe ora 12 e natës. Referimi i Shën Damaskinos Studitit se ardhja e dytë do të bëhet më 25 mars dhe shumë të tjera që thot shkrimi i shenjtë dhe etrit e kishës son. Ja pra që siç e shohim edhe shenjtorët tanë, por edhe vetë Perëndia përcaktojnë data dhe kohë, përdorin numra dhe merren me numra.